Veprimtari Halil Geci ka reaguar ashpër ndaj Lutfi Hazirit duke akuzuar se ka marrë në qafë LDK-n. Ai në një postim në Facebook e ka akuzuar Hazirin se u pasurua përmes pazareve të natës politike me polarin e brojës dhe në bashkëpunim me kriminal. Gellovi i Ana Moravës, milioneri Lutfi Haziri, i cili përmes pazareve të natës politike me polarin e brojës dhe në bashkëpunim me kriminal u bë milioner. Fëmijët e tij shëtisin me gjipa të zinj me mijëra euro dhe sot shkollohen në perëndim aty ku ua do zemra, ka shkruar Geci në Facebook, në vijim postimi i tij plot. Gellovi Ana Moravës, milioneri që e mori në qafë LDK-n dhe Kosovën, bojkotuesit e LDK-s që ndalin zërin e votuesve në komunat e tyre siç ndodhi në Vushtrri, do ta paguajnë në votë. Gellovi Ana Moravës, milioneri Lutfi Haziri, i cili përmes pazareve të natës politike me polarin e brojës dhe në bashkëpunim me kriminal u bë milioner. Fëmijët e tij shëtisin me gjipa të zinj me mijëra euro dhe sot shkollohen në perëndim aty ku ua do zemra. Sonte në TV21 të arbër vllahi jut, flet Gellovi në emër të LDK-s. Ndalojeni këtë monstrum sepse e mori në qafë LDK-n dhe Kosovën. Prishja e koalicionit VV-LDK në Vushtrri është një tradhti që do t'ia kushtojë LDK-s në zgjedhjet kombëtare që duket se do të zhvillohet së shpejti. Gellovi e quan koalicionin e Vushtrisë të gabuar, por këtë LDK do të goditet me votë jo vetëm në Vushtrri, por edhe në të gjithë Kosovën, ka shkruar ndër të tjera Geci.